Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka sinjalizuar një fazë të re përpjekjesh politike për zhbllokimin e procesit të zgjedhjes së presidentit. Ai ka paralajmëruar ftesa për takim me liderët e partive opozitare në ditët në vijim. Pas një vizite zyrtare në Paris, Kurti tha se do të nisë menjëherë konsultimet e brendshme brenda shumicës qeverisëse përpara se të konkretizohen takimet me opozitën. Synimi sipas tij mbetet sigurimi i të paktën 80 votave në kuvend, minimumi i nevojshëm për ta bërë të vlefshëm procesin zgjedhor. Aktualisht në gar janë ministri i jashtëm Glauk Konjufca, si dhe deputetja e lëvizjes vetëvendosje Fatmire Kolçaku, por Kurti nuk përjashtoi edhe rishikimin e kandidaturave, duke theksuar se do të shihet çfarë është e mundur ligjërisht. Zhvillimet vinë në një moment kritik pasi Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka përcaktuar një afat 34 ditor për zgjedhjen e presidentit, i cili përfundon më 28 prill. Në të kundërt, vendi do të shkojë automatikisht në zgjedhjet e reja parlamentare. Procesi ka ngecur që prej dështimit të seancës së 5 marsit për shkak të mungesës së kuorumit, ndërkohë presidenti aktuale Vjosa Osmani kishte ndërmarrë hapin për shpërndarjen e kuvendit, një vendim që më pas u konsiderua pa efekt juridik nga kushtetuesja. Nga ana tjetër, opozita ka mbajtur qëndrim të rezervuar, duke refuzuar takimet paraprake me Kurtin deri në daljen e vendimit të gjykatës. Ajo vazhdon të insistojë se përgjegjësia për sigurimin e shumicës bie mbi partinë në pushtet dhe kërkon një marrëveshje të qartë politike, ndërkohë kryeparlamentarja Albulena Axhiu ka bërë të ditur se seanca e ndërprerë nuk është mbyllur dhe do të vazhdojë sapo të krijohen kushtet për votim. Me mandatin e presidentes që përfundon më 5 prill dhe me mungesën e një konsensusi politik, Kosova përballet me një situatë të brisht institucionale, ku çdo dështim për kompromis mund ta çojë vendin drejt një cikli të ri zgjedhor.